Autoriteti kombëtar i ushqimit në Shkodër ka bllokuar një kamion me 25 ton misër që vinte nga Serbia. Ngarkesa është ndaluar në doganën e Hanit të Hotit teksa po hynte në territorin shqiptar prej Malit të Zi. Sipas burimeve zyrtare gjatë kontrolleve laboratorike është konstatuar prania aflotoksinës B1 në nivele mbi normat e lejuara për Shqipërinë. Edhe pse kjo sasi mund të konsiderohet e pranueshme në vendet e Bashkimit Evropian, standardet shqiptare janë më të rrepta dhe nuk e lejojnë hyrjen e këtij produkti në treg. Sasia bllokuar që ishte destinuar për qytetin e Elbasanit dhe kategorizuar si misër blektoral është ndaluar menjëherë nga AKU Shkodër për të shmangur çdo rrezik potencial për shëndetin e kafshëve dhe të konsumatorëve. Ndërkohë, autoriteti kombëtar i ushqimit në Shkodër ka ndërhyrë edhe një fermë qumshti në fshatin Trush, ku pas inspektimeve janë konstatuar parregullsi në procesin e prodhimit dhe ruajtjes produktit. Si pasojë, subjekti është bllokuar deri në plotësimin e kushteve të nevojshme higjieno-sanitare. AKU thekson se kontrollet do të vijojnë në gjithë qarkun me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e shëndetit publik.